Miq të Radios Ngjallja, në emisionin dhe intervistën e sotëm mbi tema katekizmi do të vazhdojmë të flasim për 10 porositë që Perëndia i dha Mojsiut në malin Sinai. Konkretisht, pasi kemi folur për porosinë e parë, në këtë emision do të vazhdojmë të flasim për porosinë e dytë me teologun dhe pedagogun e Akademisë Teologjike zotin Dimitër Qosja. Dimitër, porosia e dytë na thot mos bëj për veten tënde idhull, as në një shëmbulles tjetër nga ato që janë mbi qiell sipër dhe në tokë poshtë, dhe sa janë në ujë nën dhe. Nuk do të falesh atyre, as do të lutesh, sepse unë jam Zoti, Perëndia yt. A ka ndonjë tendencë sot që njerëzit të kërkojnë dhe të bëjnë zotin e tyre sipas dëshirave apo interesave të tyre, dhe si mund ta njohin këta njerëz Zotin e vërtetë të krishterëve? Zoti përmes porosisë së dytë dhënë Mojsiut kërkon që të identifikohet ai si Zoti i vërtet. Në shumë raste të shkrimit të shenjtë, kërkon Zoti që të bëhet i njohur ai, Zoti i vërtet. Konkretisht ne shohim edhe tek Isaia që i drejtohet si në kapitullin 43 apo 45, duke thënë qartazi përmes profetit Isaia, unë jam Zoti, nuk ka tjetër përveç meje. Unë jam shpëtimtari, nuk duhet adhurohet askush tjetër, asnjë krijesë në qiell apo dhe mbi dhe. Sepse vetëm krijuesit i takon të adhurohet dhe të lavdërohet. Problemi i idhujve gjithmonë është një problem që ka lodhur shumë njeriu në historinë e tij. Shpeshherë në mbar historinë njerëzore shohim popuj të ndryshëm, kultura të ndryshme, në këtë lloj tendence që t'i shmangen Zotit të vërtetë dhe të krijojnë idhuj, të adhurohen idhuj të ndryshëm, të cilët i përshtaten vetë masës njerëzore, rënies së njeriu, duke dashur njeriu nëpërmjet adhurimit të idhujve, kërkon të kënaqë egon e tij, interesat e tij, ambicet e tij. Kështu që në shumë histori dhe qytetërime të ndryshme, ne shohim që duke krijuar Perëndi hyjni të ndryshme dhe duke i dhënë atyre adhurim, kemi parë që këto shoqëritë njerëzore të degradohen, sepse përmes tyre shohim perëndi të cilat lidhen me konjunktura të ndryshme, me orgjira të ndryshme, apo edhe me fenomene të cilat përcjellin frikë dhe tmerr, dhe duke kërkuar njeriu që përmes këtyre adhurimeve të ndryshme, madje edhe adhurimeve që janë shumë monstruoze, siç është sakrifikimi i vetë njeriut për të zbutur këtë hyjni, tregon një degradim të vetë njeriut dhe të këtyre kulturave. Por përmes historisë së shfaqjes së Perëndisë në botë, përmes porosive siç është takimi i Zotit me Mojsiun, apo vetë i ardhjes së Perëndisë në botë, ne nuk kemi nevojë tashmë që të ngrejmë dhe të kërkojmë idhuj të ndryshëm, por të adhurojmë këtë Zot të vërtet. Ne nuk kemi nevojë që të shpikim një Zot. Vetë Zoti është zbuluar, kështu që për të krishterët kjo është e qartë, që zbulimi i Perëndisë në botë, duke e manifestuar përmes dashurisë dhe mëshirisë, pikërisht ky është Perëndia i vërtet. Ky është Zoti i vërtet, ai i cili shfaq, manifeston dashurinë për njeriu, që bën gjithçka për njeriu, që tregon gjithë dëmshurinë e tij, dhe që përmes vetes së tij e shpëton njeriu. Kështu që larg fenomeneve të idhujve, edhe pse është një tendencë vazhdimisht në historinë njerëzore, për ne të krishterët kjo është e qartë që duhet të fokusohemi, të drejtohemi tek një Zot i vërtet. Vetëm ai i cili njeh Zotin e vërtet, ai i lejon vetes që të jetojë një jetë në transformim, një jetë në dashuri, një jetë në pendes, një jetë në komunikim me Zotin. Ndërsa çdo njeri tjetër i cili kërkon të fokusohet dhe të drejtohet tek idhujt, jo vetëm tregon që është i paditur, por me vetë jetën e tij e çon në një shkatërrim, sepse nuk i lejon vetes që të transformohet, nuk i lejon vetes që të hyjë në një marrëdhënie reale me Perëndin i cili është një person, dhe jo me idhuj të cilët janë pa frymë dhe të cilët janë objekte. Çdo devijim i njeriut ndaj Perëndisë së vërtet, por duke e fokusuar dhe duke dhënë veten e tij
tek idhujt që janë pa frymë, atëherë kjo tregon një nivel jo vetëm të ulët shpirtëror, por dhe një degradim të vetë njeriut. Duke mos respektuar pikërisht Perëndinë e vërtet që është i shenjtë, atëherë vetë njeriu degradon në vetë dinjitetin e tij. Sot ka një tendencë për kthimin dhe përqafimin e traditave pagane, e fesë pagane. Çfarë po ndodh dhe si mundet neve të ndihmojmë të shpëtojmë besimtarët tanë mos janë kështu. Çfarë mund të bëjmë ne për të shpëtuar qoftë edhe ndonjë nga të krishterët që është akoma i paditur në lidhje me këtë lloj konvertimi? Është e vërtetë që në botën e sotme ka gjithmonë më tepër një promovim të feve pagane, të një politeizmi, të një adhurimi të një zoti pa frymë. Dhe rrezikon gjithë shoqëria njerëzore dhe sigurisht edhe shumë të krishterë mund të bien viktima të promovimit dhe të propagandave të ndryshme, të cilët kërkojnë të devijojnë njeriu nga adhurimi i vërtet që i përket vetëm Zotit. Prandaj dhe në historinë tonë të krishterë, vazhdimisht bëhet thirrje që ne të jemi të kujdesshëm përballë tendencave të tilla, të qëndrojmë fort të lidhur me kishën e Krishtit, ku Krishti vetë është prezent dhe ai që drejton kishën. Le të mos harrojmë vetë ungjillor Joanin, i cili në letrën e parë të tij e mbyll këtë letër duke dhënë porosinë ruhuni nga idhujt. Duke pasur parasysh të gjithë jetën e kishës, me vetë përjetimin e saj, me zbulesën e saj, ne mund të shpëtojmë nga një propagandë e tillë, duke mos u bërë viktima të jetës e cila kërkon të na rikthejë te një politeizëm, të një jetë e degraduar në idhuj dhe në adhurime të vetë krijesës. Si mund të shpëtojmë të krishterët? Duke pasur parasysh jetën e kishës, misteret e saj, prezencën vazhdimisht në liturgjinë hyjnore. Vetëm përmes një liturgjie hyjnore, një pesëmarrje të denjë të tonën gradualisht, pra duke marrë vazhdimisht pjesë, ne mund të rritim besimin tonë, njohurinë tonë për këtë Zot të vërtetë, të arrijmë të komunikojmë me Zotin e vërtetë, i cili është një person dhe që kërkon të ndërtojë një marrëdhënie personale me secilin prej nesh. Vetëm përmes jetës së kishës ne mund të njohim Zotin e vërtetë. Le të kujtojmë që sa e rëndësishme është për jetën e kishës ky raport përjetimi në liturgjinë hyjnore. Ne dimë që në botë sot mund të ketë informacione nga më të ndryshmet, qoftë edhe për vetë Zotin, edhe për vetë Krishtin për të. Por sa e rëndësishme është pjesëmarrja jonë në liturgjinë hyjnore, këtë na tregon pasazhi ose fragmenti i ungjillit, një ndër ungjillive mëngjesore të së dielave që lexohet nga ungjilli sipas Lukës. Dhe është historia e njohur tashmë me nxënësit në Emaus, të cilët edhe pse ecin bashkë me Zotin në rrugëtimin e tyre, edhe pse kanë shumë informacion, shumë njohuri se çfarë ndodhi me Zotin e Jeruzalem, për vuajtjet e tij dhe gjithçka që ai pësoi, ata ende nuk arrin që të njohin Zotin e vërtetë. Vetëm në thyrjen e bukës, pra në këtë falënderim që është liturgjia hyjnore, atëherë ata njohin Zotin e vërtetë. Dhe për teologjinë ortodokse është shumë e rëndësishme që vetëm përmes liturgjisë hyjnore, jetës adhuruese, përmes liturgjisë, mesës hyjnore, ne mund të njohim Zotin e vërtetë. Pra misteret e kishës janë ato që na shpëtojnë nga çdo promovim dhe çdo propagandë dhe nga çdo tendencë e botës që kërkon të largojë Zotin nga jeta e njerëzve dhe të mbjelli një jetë që të adhurojmë idhujt. Pse është kjo tendencë e kohës së sotme? Sepse kështu mund ta shfrytëzojë më mirë njeriu. Një njeri i cili është rënë shpirtërisht dhe moralisht, është më i lehtë për të qenë i korruptueshëm, është më i lehtë për të qenë i përdorshëm, nuk ka rezistencë ndaj së keqes. Prandaj dhe bota e cila ka si qëllim të saj, pra fryma e botës, që është frymë e së ligës, kërkon që ta mbajë njeriu në skllavërinë e saj, që ta
përdori dhe ta shfrytëzoj në të gjitha mundësitë e saj, sepse nuk kërkon realisht shpëtimin e njeriu të shpirtit dhe të trupit. Vetëm Zoti i vërtet, përmes kishës së tij, ai jep mundësinë që njeriu jo vetëm të ruhet nga e keqja, nga frymat e liga, por t'i dhuroj shpëtimin, sepse ne kemi një Zot të dashurisë, një Zot që vetëm dhurohet, vetëm dhuron, që njeriu nuk ka nevojë tjetër veç se të jepet tek ky Zot dhe të jetë ai përfituesi i të mirave që zbresin që lartazi nga ati i dritave. Le të flasim pak edhe nga ana praktike njerëzore për ditët e sotme, sepse shohim ose dëgjojmë që njerëz e thonë dhe me mburje që mbajnë sende apo objekte të veçanta që u sjellin fat, shans etj. etj. Si mund t'i ndihmojmë këta njerëz në këtë botkuptim që ata kanë, në këtë lloj varësie që këta njerëz kanë ndaj këtyre objekteve, në thonjza le të themi fatësjellse? Njeriu në botë kërkon të përfitojë sa më shumë nga ana materiale dhe përmes dhe siç është një fenomen, pra dhe përmes këtyre objekteve fatësjellse apo përmes disa veprimeve mekanike mendon se mund të ta ketë mirë me Zotin dhe të t'i sjelli fat Zoti edhe të arrijnë përfitime sa më të mëdha. Është një fenomen i njohur në mbar botën dhe sigurisht edhe ndoshta tek krishterë të ndryshëm e shohim këtë gjë që të kërkojnë të përfitojnë përmes këtyre objekteve të ndryshme fatësjellse. Por nuk është e lehtë sepse është bërë një zakon dhe thot Shën Augustini kur një gjë bëhet zakon, është e vështirë bëhet natyra e dytë e njeriut. Por kisha vazhdimisht përmes jetës së saj kërkon që njeriu të krijojë vetë njeriu një marrëdhënie reale me një Zot të gjallë. Jo bazuar mbi disa objekte të ndryshme, qofshin këto dhe duke mbajtur disa objekte të shenjta. Çdo objekt i shenjtë që kërkohet të mbahet për përfitime të ndryshme, tregon një mungesë të një besimi të vërtetë të njeriut. Zoti kërkon që të ketë një raport real me njeriu dhe jo përmes veprimeve magjike apo mekanike. Çdo veprim magjik apo mekanik dëmton vetë njeriu dhe nuk jep asnjë përfitim. Duke u varur përmes këtyre objekteve, ti nuk jep mundësinë që të rritesh në besim, të japësh veten në këtë transformim të ndryshëm që përmes një Zoti të vërtet mund të vinë të gjitha këto dhurata dhe jo përmes shenjave të ndryshme. Ne nuk kemi nevojë të zbusim Zotin përmes objekteve të ndryshme, sepse këtë gjë e bëjnë vetëm ata që nuk kanë besim, vetëm popujt pagan, vetëm popujt që i referohen idhujve të tyre. Ndërsa ne kemi nevojë që të njohim Zotin e vërtet, që të arrijmë në këtë raport të vërtet, ashtu siç vetë Shën Thomai arriti përfundimisht përmes jetës së tij me Zotin, duke kërkuar realisht Zotin, edhe të arrijmë tek përfundimi Zoti im dhe Perëndia im, siç e mbyll dhe vetë tek ungjillori Johani, që e shohim këtë thënie të Apostullit Thomait për në kapitullin 20-28. Pikërisht këtë kemi nevojë ne, dhe kjo arrihet vetëm përmes rritjes tonë shpirtërore, përmes njohurive tona, përmes përjetimit të vetë jetës brenda kishës. Prandaj i bëjmë, si thua, duhet të lutemi, të bëjmë të qartë njerëzve që objektet e ndryshme fatësjellse janë të huaja në traditën e kishës. Asgjë brenda nga këto objekte të ndryshme nuk i japin shpëtimin njeriut. Vetëm Zoti i vërtet i jep shpëtimin. Çdo objekt të shenjtë që mund të kemi brenda kishës është një ndihmës për të rritur besimin ton, për të rritur moralin ton, për të fuqizuar raportin ton shpirtëror me Zotin. Por vetëm përmes Zotit do ta kemi të gjithë përfitimet tona shpirtërore dhe materiale. Tendencat e njerëzve të ndryshëm në këto objekte çfarë tregojnë? Tregojnë që kanë një interes vetëm për aspektin material, po harrojnë që Zoti është frymë dhe kërkon të adhurohet vetëm në frymë. Prandaj dhe çdo tendencë tjetër që e prish këtë raport të ekuilibër në raportin shpirtëror me Zotin që është frymë,
tregon që është i dobët përballë Zotit të vërtet. Por kisha gjithmonë kërkon, lutet edhe dëshiron që njeriu të ketë një raport në dinjitet me Zotin, një raport në frymë me të, një raport i cili do të tregojë që kemi të bëjmë me një Perëndi të gjallë, dhe këtë vetëm brenda jetës së kishës, përmes shkrimit të shenjtë që na është zbuluar, ne mund të arrijmë në këtë njohje të vërtet graduale. Kemi parasysh që Apostull Pavli gjithashtu flet qartazi, duke ndoshta për disa njerëz, të cilët thotë pra në letrën e parë drejtuar Romakëve, 1:21-22, duke treguan thotë më të zgjuar, thotë për përfunduan të marrë në vend që të adhurojnë dhe të japin lavdi Perëndisë së vërtet, pra u degraduan duke ju dhënë krijesave të ndryshme adhurimit të krijesa, në vend që të japin adhurimin e vërtet krijuesit Perëndisë së vërtet, dhe të arrijnë në njohje me të dhe në një raport personal me të. Dhe Dimitër, faleminderit.